Vlora herë përmbytet e herë mbetet pa ujë, ndërkohë në 2 vjet ka aprovuar 3 kryetarë bashkie. Si e mendoni këtë punë? Pyetja është nga Zydit Teqa. Profesori, nëse është ai se mbase se këtu s'merret vesh kush përdor emrat, po më në fund u zgjidh problemi në Vlorë, ishte një defekt shumë i rëndë, i ardhur si rezultat i një investimi të bërë në 2009-2010 me pajisje hidraulike jashtë standardave, të cilat mbajtën dhe plasën. Kjo është e vërteta bruto. Pa dashur të them që problematika e ujësjellësit është thjesht kjo. Po shqyqyr fal punës jashtëzakonshme të punëtorëve atje, edhe qëndrimit ditë-natë mbi kokë të kryetarit të bashkisë, prefektes, edhe të drejtorit përgjithshëm që shkoi në Vlorë, edhe fal faktit që mundëm të marrim këto pajisje në Turqi, defekti u riparua. Po natyrisht që ujësjellësi në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë është një sektor që është në reformim e sipër dhe që do të kërkojë akoma investime, do të kërkojë akoma punë dhe durim, sepse e kemi gjetur nga hyrpamja e situatës që kishte, më keq se sa vetë energjinë. Por me ndryshimet që kemi bërë, me sistemin e ri që kemi krijuar, besoj që do të shkojë duke u përmirësuar dhe besoj që brenda kësaj dekade problemet tërësore të mëdha do jenë mbyllur. Besoj. Kam besim.